Konsiderohet një ndër reperët më me influencë në tregun muzikor shqiptar. Çdo këngë e tij ka marrë mbiemrin hit jo vetëm i një sezoni të caktuar, që nga starti i karrierës ka patur shkëlqim në udhëtimin muzikor. Edhe sot, reperi Ghetto Arselimi cilësohet më i suksesshmi me produksione muzikore. Kënga e tij e fundit në bashkëpunim me Mike është një ndër refrenet e verës 2016. Tashnia për ty, fantasi e shfrenu me ti e po për mu, për tjerë e ndalume. Hajde son të festojmë plagi me shampan, hajde plagi me shampan, hajde plagi me shampan. Kjo nuk është risi, pasi që Ghetto Gjeezy çdo vit në primatin me prodhimet e tij. Por pavarësisht numrit të madh të adhuruesve, karriera e fillimit mbetet në pluhur dhe jo shumë e njohur për publikun. Si i ngjiti shkallët për të bërë më i madh në vend. Kjo është e vërteta e fshehur e fillimeve të Ghetto Arselimit. U lind me 3 korrekt të vitit 1982 dhe me të do të ngjizej edhe dashuria për muzikë. Pavarësisht rrethanave të asaj kohe, Ghetto Arselimi u lidh shumë me zhanrin e hip-hopit që zhvillohej atkohë nëpër botë, edhe pse tek ne nuk ishte as i njohur si term e aq më tepër të zhvillohej. Unë gjetë një mjoftë që shkurukon lagjën tim, dhe më thonë, kena banu kitë pjesën për balë Santes. Aty, do më thonë, kena jena njëftu të lu futbol e basket, qështu, si fmit me halës. Edhe, kështu, të bisedua, përaj, për të rëgam, të unë ngoj hip-hop, edhe unë ngoj hip-hop, ishtë, do më thonë, në koha 93-94. Atëherë u konë në top form, do më thonë, West Coast, për mënoj, Ice Cube, Ice-T, Dr. Dre, Eazy-E, Snoop Dogg, këta në konë top form. Gjetja kanë ku shumë Ice Cube-in. So që ka pas kaseta dhe të Ice Cube-it edhe as nej që shto filloj shumë më ndru. So që une ku ngu hip-hopin atë ko, po jo dhe ku me ditë sa shumë i dhonën. E mas nej, do më thonë shëshnia, ku më pas fillu, më kon pak më aktiv, do më thonë. Më kon ma interesu më rrët hip-hopit. Jo pse ta shumë njëftu me getën dhe gjithë shka it's okej, po bëhet diçka e madhe. Ja, nuk është ato, po vetë ashtu do më thonë, qefi filloj ma shumë, nështë edhe ishëm 3, adoleshent, kishëm motiv ma shumë, do më thonë, për me bëhet diçka 3. Edhe kështu, mas në jone pa të fillu, shumë, ashtu mi këshyre misionet, mi për cjell, edhe kur viki geti, të kësha, get, ajti se kum bol, kong 3, ka qitë kjo një kong 3, Ice-T ka qitë një kong 3, Ice Cube ka qitë një kong 3. Edhe mas në i në lindi dëve pasioni, do më thonë, edhe ati pasioni lindi adin të kje, ajti të kje bëjnë atë kje diçka vetë të kje. Ka posë që më konë si Puff Daddy. Sa që mas në i këm një edhe shumë të tjerë, të ishën, Ghetto Gjeezy është si Puff Daddy, adin. Po, konë andre atina me arritë si Puff Daddy, edhe unë menoj një familje që po ka arritë. Në vitet 95-96, Ghetto Arselimi mendon që pasionin për të dëgjuar hip-hop ta konvertoj edhe në dashuri për ta interpretuar. Pavarësisht kushteve atko, arriti që DC të regjistroj këngët e para. Dikon rreth 95-96, atëherë veç fillum, do më thonë, me pas diçka, me bo diçka në vetë. Atëherë konë shumë problem, s'ka pas producenta. Do më thonë, vetë me producenta që kanë ditë diçka rreth hip-hopit, më thonë ka qenë Enis Pershiva dhe Florin Boshnjako. Pikërisht me Bardhyl Gashin, Geti do të krijonte dyshën e parë e që do të plotësojë pak më vonë edhe me 2 të tjerë, një ndër ta edhe Gens Prelvukaj. Unë Geti kur kena fillu, do më thonë pa të ndosh me bo kështu një grupë interesant, ka qenë do më thonë një 4 ose shumica ka bo ashtu trio, na kena bo 4, do më thonë ka një shok jami, Albani, Geti edhe Gens jetë në Engjëve. Po në fillim start, kur kena fillu unë Geti. Më Geti ka pos një tekst, diçka për Black Boys. Edhe kena jena Black Boys, jena 69 Boys.
Masnej, edhe mu më lindi ashtu ideja për me shkujt edhe one vetë pek, e shkujt edhe one, e kish, si që e ceka ma herët, dhe më kishëm problem për me gjithë producenta, po atëherë ka qenë edhe shtrajt me inqizu, nëse kishëm kushtet për me inqizu diçka një kongë të mirë, qysh për thamë, qysh për shembull, sot triti bojnë, jo, na kishëm, kur patëm fillu, bile me Getin atëherë, na Geti bëj kishë për shembull në kongë, të kulli ose si Ice Cube, Ice T's, kish një pjesë të instrumentalit, tash qatë pjesë instrumentalit dhe prejshëm me kaset, 1-2 orë, së mi kënu kongë me Shahira, që po dijone, po, motivi madh, dashnia madhe për me bo hip-hop, diçka të re, edhe ishëm të ri, s'te kishëm ma problem, shkrushëm tekste, që është zëj shumë kongë, derisa masnej u erë koha për me bo diçka ma profesionale. Ghetto Gjeezy nuk u bë ai që është sot rastësisht, që në adoleshencë do kishte ide fikse për të ardhmen, e madje ishte shumë kërkues. Shoqëria e asaj kohe e cilësojnë edhe si tip shumë dominues. Po tash, u konë shok i mirë. Tash, me këshirë në atë aspektin, adin, biznisin hip-hop, është një farë biznisi që shumë pak njerëz dhe kuptojnë. Për shkak se është një farë lloj biznisi që jashtë hip-hopit. Shumicën e reperave këti gjenë djemë të mirë, edhe këti janë të mirë. Po, mrena hip-hopi është pak, që me thonë, e ka dhe një anë, ko gjatë keqe, që edhe njerës të masnej i bon, vetja kej, se cilja anon ka vetja, është pak ma ndryshe. Po, jo, me Getin nuk valu shumë mirë, edhe si shokë, konë shumë shok i mirë. Ta shumë këshirë në atë aspekt, krejti në atë këshia, po, njës të këshia, po i këshirë të mirat, këshia të aronë të mirat, manë, dhe më thonë, men, ajo, edhe si tip ka qenë shumë i mirë, konë shumë shok, dhe më thonë, mu për veti, më ka një mu shumë. Më ka të rekë të në kohën, dhe më thonë se më kalonë ashtu, vetë më thonë, hajde edhe ti, dhe më thonë sa i kena marrë kamë, dhe më thonë që shme thonë, jena hypën skia dhe tash pi gramë skia, po shkojmë të para. Kështu, roli Getit, zakonisht u konë, që është ashtë ma eret, u konë shumë i përkushtu mas muzikës edhe u konë shumë dominus, u konë ideator. Nuk, kur u nisë me bu një kongë, atëre kongë se spotit ju në konë shumë tralla për me bu një spot u konë si me thonë filmu se najte. Edhe kër u nisë me bu kongën e ka bu qash me përkushtim që nuk ka dash në asë një minut, në asë një sekund kër që mi dështu. Gjëse në konë perfekte. Duke hyrë në ujra të panutueshëm për shqiptarët në vitet e 90-ta, nuk do ishte dhe aq e lehtë për një adoleshent. Por krijimi i një rrjethi shoqëror me të njëjtën dashuri dhe për kraja që morën nga familjet bëri që ata t'ja delnin me sukses. Familjet sa në konë kundër, qa që në konë edhe shtyse, qa që në konë edhe përkrase. Nuk jo në konë bashkë kundër, veç nuk është kjo muzikë, po adin e kanë marrë ashtu tri, shumë shpejt adin bojnë muzikë edhe shojnë që kur gjë nuk është kjo edhe e lojnë. Mirë po, Ghettoari nuk shquaj vetëm për talent në hip-hop, sipas shoqërisë, jaft ishte edhe në dylemin të tjera brenda artit. Për te tipit shumë serios që e shohim, në fillimet e tij shquaj për DJ e madje edhe për breakdance. Me Getin kur kena fillu të ma sikur pesë pjesë hip-hop, dhe ma 5 elementet hip-hopit. Fillim kur e kena nisë edhe pse kena ngu gangster rap, po u konë shumë kena pas qef edhe me kësy, me bo breakdance. E në atë kohë u konë Quincy, në Quincy shkoj shumë me bo breakdance, ka pas shumë breakdancera në atë kohë. Shumë ka pas emra breakdancera, vëllë bëj shumë breakdance. Mas asoj, kalumë në DJ. Sa që shumë në për neja, që shtu që o bëj shumë moshatarëve tonë, mu Getin atërë shumë si DJ. Dhe na i bëj shumë gati krejt kongë të dhe. Jo, Geti e në White OG, DJing. U konë edhe kjo pjesë u konë interesant, se
me thonë kena kalu step by step. Gjetja po konë valla jaftë. Një konë e varstila me po stilin e gjarbrit ose qapo dion e me po yllin. Një konë të vesh u konë i mirë u konë. U konë i mirë. Pavarësisht kësaj, Selimi energjinë e tij do e shpenzonte vetëm në muzikë, madje me plane të qarta për atë periudhë. Nuk ishte tip egoist, duke menduar ngjalljen e kësaj fryme të muzikës, do fillonte ideimin e krijimit të një grupacioni të madh me të rinj që kishin të njëjtën dëshirë. Duke grumbulluar disa grupe të repit atë kohë në përlagje të ndryshme, do të krijonte klanin e parë shqiptar. Para se me ardhjer te klani, pse nuk e bëjmë një klan, qysh me bën një klan. E di që ka shku ka fol me këtë ranë, me këtë grupet, që jënë konë atëhere. E atëhere s'ki mujtë mi thirë grupe, për ndryshe s'ki mujtë asas mi thirë, se këtë i kam pas një kong, 2 kong, dhe 3 kong maksimum, se cili. E ta është për me fuqizu dhe me thonë repin, për me ato, u konë ideja tina me bo një klan, u bo bashkë, edhe me thy aflin që thënë me pas një album shqip në troje tona. Edhe qysh me ardhjeri aty, u patum taku me kitë bashkë, patum majtë ashtu një mbledhje, mbledhja u konë ashtu, jo na i falë lokali ose na i sen, ose u konë saksisht u konë te Ketësi, shtarë që është, para Ketësit. Njena mbledh Ketë, njena njoftu aty para prakisht, kjo është që ky grup, kjo është që ky grup, kjo është që ky kur. I kena folë, për afërsisht e kena ditë qka qysh tek, për bojmë një klan, ku kena më punu, edhe ku kena mi da detyrat. Që mu punë, dhe me thonë, sa ma të bashkume edhe për me rritën, dhe me thonë qatë rritëm të repit. Pas mbledhjes së parë, ku do të bëheshin bashkë të gjitha grupet në një ombrellë, Gjetuar Selimi bëhet kryetar i klanit. Masi që krejt, do me thonë nga pajtu që me boqat ju organizat për klan që shme thonë. Sa tere nështë nuk e kena dit asë që e nga ka bojmë. Që kena dit që i klan, për nuk e kena dit që është funksionot me klan. Edhe atere u konën mas pari zgjedhja e një udhëheqësi ose drejtori, atere i kena thonë drejtor. Edhe unë im konë aj që kom propozu para ketëve. Se çdo sen e kena pas me vota. Edhe unë im konë aj që kom propozu shkaku pëse nuk u konë asë njoni ma bashkus në atë kua. Aj në ka bashku edhe unë e kom menu që aj e meritën. Dhe thonë që to edhe asë njoni nuk ka kundërshtu për ato. Po, të në konë, dhe më thonë gjithë mund ka sinu më konë lider. Edhe më një farë mënyre, edhe në Kosovës, kërë kena bëhet klani Kosovës Outpost Clan, gjetë ju konë aj kryetari, aj lideri. Po, si që pacik edhe vetë, në një intervjist, kërë këmë gu shumë mati vjetë, dhe ke ma mirë konë që atëherë na, kërë e kena njësa, dhe ke se kena posë një kryetari, dikon një kena posë, që i osilë që, dhe më thonë, që e ka majtë e renin diqysh, në fakt në me po. Synimi i tyre ishte krijimi i albumit të parë shqip të zhanrit rap. Ashti i parë në klan u vendos titulli që do të përfaqësonte këtë projekt gjigant, edhe pse një realizim i tillë atkohë ishte mjaft i vështirë. Albumin me nxe kena qitë në treg. Shumë u kom problem dhe so e kena qitë në treg. Po mas që ati albumit, qaj album ka pas shumë sukses, që shumë pat pas sukses që do me thonë vetë që kanë kallëzu edhe produksionet në atë kohë, që atëria 4 herë u editu, do me thonë, qash se s'kanë prit qash kërkesa. Po qaj album u konë rruga, do me thonë, hapi parë, që ja ka njës tani produksionet tjera me marë shumë seriozisht muzikën rap në atë kohë, ose hip-hop e R&B sët. Edhe për asaj kohë ja ka njës ka pas tani, se cili grup ja ka njës me pas oferta për blemjen e albumit. Konë ndjenë shumë e madhe, se albumin ka qenë synimi. Mas ati projekti që i kene a kriju me spot, me këngë,
mas nej do të thonë, do thotë ka ardhur në radhë për album. Edhe u konë në ndjen interesant. Sashe kur u dala ai album në shitje, u një farloj u konë punë për neve, që edhe joni dul edhe diçka e jona. Kënga që do të prezantonte albumin e KOLC ishte me një mesazh të fortë për realitetin që reflektonte në popullin tonë. Kënga Dëshira për jetë, edhe kënga bazohet në atë kohë, do të thonë që është puna me pas dëshirë për jetë, se në atë kohë u konë edhe okupimi, do të thonë e shqiptarëve, na konë të okupum, edhe na konë tamam kena pas atë dëshirën për jetë, edhe do të thonë është kënga. Fokusi i këngës Dëshira për jetë ishte tek teksti i saj që përfaqësonte idealin e asaj kohe. Në një vit paralele me lirikën e këngëve të kohës moderne, ato kanë dallim si nata me ditën. Ndoshta edhe pse ne kemi pas shumë ma shumë çka me fol në atë periudhë, kemi pas domethënë ma shumë racizëm për shkak më shumë probleme sociale, po, tema sociale që ka pas në atë kohë, edhe i kena pas tekstet shumë ma do me thonë se tekstet që bëhen sot. Në fakt, po flasë edhe për vetën tem, unë edhe sot i bëj tekstet shumë ma tjeshta se në kalumë në që a i kumë bëmë. Po, prapë mënyra që shprehunin, që shprehen, që shpindëgjoj kohëve të fundit shumë këngë, jo veç rap, edhe mënyra e të kalumës kanë qenë pak ma ndryshe. Ndoshta unë i përkas edhe të kalumës edhe të sot, domethënë akoma mirë me këtë punë, po se ti pse në të kalumën ka pas ndoshta shumë ma pak talenta, ka pas shumë ma pak këngëtar edhe kësaj lloje ndryshme, po ndoshta kanë qenë tekstet e këngëve shumë ma do me thonë se sot. Për Getoar Selimi nuk munguan koncertet as para luftës, edhe pse atëherë ishin në ambiente më të vogla se sa sot e të përqendruara kryesisht në Prishtinë. Krejt na koncertet i kena kriju atëherë vetë, ama ka qenë ketë në veshën në Prishtinë. Më vënë tjera jo, po foli për periudhën e para luftës. Kurse mas luftës jo, mas ne jena zgjënu, atëherë, mas luftës ka qenë ma interesant. A para luftës u konë mbyllë që to, qka ka pas vendet, dhe më thonë, u konë Quincy, u konë Casablanca, u konë Amerika, qëtojnë konë tripi diskoteka, ma shumë të që dhe më thonë, në shu hip-hop. Dhe atë kohë ka pas, me të vërtet, hip-hop të mirë, u konë hip-hop i Amerikanë shumë i mirë, edhe ka pas të në konë hip-hop, edhe bëjshëm nejet, në stop, dhe më thonë, u konë Amerika, Casablanca, Quincy. Po, u konë shumë interesant. Atë se është diçka e re, na i shumë të ri, tash u ike publika, kreqë, ta këshin a litë në orë dhe që atë, tjetër vena, unë se di që në orë dhe shumë, po u konë shumë interesant, u konë një farë, që me thonë, u konë një farë ndjenje që s'mu i fort në ta përshkru, se i shvillimi tash ti për dilë para publikut me mikrofon, yo, what's up, adin, kejtë, waa, qash, adin, u konë një farë ndjenje, s'dive ta këshu, u konë më të interesant. Mirë po me përfundimin e viteve në 10, i erdhi fundi edhe asaj të grupe shqiptare të repit krijuan. KOLC ndeshet me kundërshtime që shpihen drejt fundit të asaj që u punua me shumë dashuri. Problemi ki edhe në grup me 2 veta. Limo me një klan që janë konë s'pëdi tash me janë nisë me një, ma shumë nështë se 10 veta. E pa të shumë që ka me pas probleme. Dhe më thonë nështë nuk jënë konë me disa problem, po për në konë konë duk pak probleme më të mëra. So që, si me thonë, unë jëmë konë e pare që jëmë tërhek për klanit. Unë ku marrë pjesë në klan, po edhe mas ne jëmë tërhek. Pëdu adin, ju vazhdojnë e unë okej, unë pëdu me vazhdu vetë, pëdu karierën e te me vazhdu vetë. E kena kry këto qka o konë synimi jonë, dhe më thonë fillim, dhe më mos e kena marrë si projekt për me kry, e kena kry, dhe më thonë, edhe tash, unë përdu me vazhdu vetë. I pari kam qenë që im largu. Nuk u konë aty kush dojke, jënë konë, si me thonë, klani tani u përgjysmu, gjys. Ja nisi mu përgjysmu.
Edhe tani, faktikisht edhe gjetu kom vetë qaj iniciatori tani, që para se mu përgjësmu edhe mos me met do me thonë ma klan kur, mos mu përmen KLC-a si klan, është nështë ma mirë me përfundu kështu, me qitë karierë që e ka pas, një kong, spotin, albumin e parë, në Shqip, rap Shqip, e qështu Por duke mos dashur të punoj vetëm, edhe para luftës, Geti përpos në klan, kishte grupin e tij. Efekti në publik e arriti me tingulli 3, që në fillim u përbën nga Getoari, Jeton Trushupa dhe Besa Gashi. Por kjo treshe nuk funksionuan për gjatë dhe pas luftës, Besa dhe Jetoni largohen ku u zaventua me një tjetër antar, Agon Sulejmanin. Me këtë emër funksionuan për disa vite e madje shënuan shumë hite si Kishe unë e bukuroshe, Mustafa, Muzika jon e disa të tjera. Nga fillimi i viteve 2000 mbahet mend edhe dueti i grupit me këngëtaren Adelina Ismaili në këngën Me Kosovë po bëhet humor. Por ky grup kishte nevojë për një freski e Geti Agoni atë e sollën duke ndryshuar emër. Nga tingulli 3 u kthye në tingulli Trend dhe kënga e parë që sollën ishte në bashkëpunim me Fatime Kosumin në produksionin i Trend. Getoar Selimi, pavarësisht që po shionte suksese me grup, nuk u ngop me kaq. Pas mbylljes së klanit, bëri bashkë disa grupe të tjera për të krijuar Baba Records. Në Baba Records, artistë zyrtar ishin Tingulli Trend, Skills, Chaos dhe Viagra me MC Mimon. Në periudhën e këtij grupacioni dolën shumë hite dhe fillojnë ngjitja në mënyrë rapide e tingullit të Trend. Dredhe në duet me Qiljetën do të dredhe showbizin një herë e mirë për nga videoklipi e sidomos për fjalorin mjaft eksplicit të përdorur. Baba Records. Na janë e maron kur don në rrotullon kondon në rëzën kondon. Mu më kujtohen fillimet e Getoar Selimit në për koncertet ndryshme, në për bandet ndryshme. Ai qenë start ka qenë senzacional sepse ka qenë reper, një muzikë që nuk është konsumu dhe nuk është prodhu shumë në vend, kështu që ka qenë interesant që në start, plus kësaj që Geti ka përdorur një dozë moderniteti në këngët e tij. Në fillimet e tij bile komentoi shumë për banalitet brenda teksteve të këngëve, gjë që është zbutur tash, ose e kanë mirë kuptuar njerëzit në përgjithësi se njohin mirë formatin e Getoar Selimit. Mendoj që buja e tij e madhe në tregun muzikor shqiptar ka ndodhur me këngën Dredhe, një këngë e cila i ka falë atij epitetin e reperit Yll, e cila ka bërë njohur gjithandej dhe ka shndruar në një senzacion. Më pas kanë ardhur dhe këngë videoklipe të tjera, të cilat e kam bo këtë, Getin që është dhe që e njohem nesër. Reperi do të guxonte me këtë prodhim muzikor, por kishte frikë nga reagimi i Qiljetës kur ta kuptonte tekstin e Dredhe. Ma ke pak më të futme në fakt, sepse nuk më ke treguar që do bëj fjalë për një tekst të tillë, ma ke treguar ku kam qenë në studio, megjithatë s'ka problem. Për mua ka qenë një bashkëpunim shumë i bukur dhe do ta bëjmë shumë gjatë. Ka qenë kënaqësi të punoja krateje, sepse një djalë i mrekullueshëm i talentuar dhe të dua shumë. Është shumë e vërtetë ajo që tha Qiljeta, nuk i kam treguar detajet e tekstit para se me ardhur në Prishtinë. Se e di që Qiljeta gjithmonë është konsultuar me teorin e vet dhe gjithmonë një është sigurt jo. Thësha wow, i duket që nuk ka qenë as problematike sa që nuk i zgjodhin telefonin se ai kështu thonë. E kom prit deri sa vagu në studio, mandej e kom prit me ndëgju krejt ato që ka qenë edhe e kom ditë që nuk ka me qenë as problematika ajo për Qiljetën. Suksesin që po e shijon edhe sot Getoar Selimi nuk e kishte projektuar si adoleshent, pavarësisht ambicieve të tij. Nuk kisha thonë që e kam menu që bëhet që sot që është, se nuk ka pas hapësirë atëherë, me menu për qatë qaq. Atëherë u konë thjesht me bo rap,
qysh edhe e kena marrë, do me thonë, fjallën. Sa atëre si 3, do me thonë, 96, 97, i bjen para 19-20 vjetëve, që i bjen 3-14 vjetë, 15 vjetë i kena pas. Edhe sukona i diapazoni shumë i gjonë që me menu që me ardhe ishtu. Edhe plus koha u konë që ashtu. Po u konë paka shumë me boni muzikë të re, që thirët Revolution. Jënë dy forma që thuhet Rhythm and Poesy, edhe është Revolution Anti-Police. E na kena pas faktikisht atëre, jena konë të pushtum, ju shtarakisht, po në atë kohë, dhe me thonë, me polici edhe, dhe me thonë jena munu një farë mënyre në basë qasaj, me gjetë na mu shprej. Edhe pse nuk e kishte ide në asaj se çfarë do të bëhej sot, ka diçka që Geti nuk e ka ndjerë kurrë. Në ato pak intervista, por edhe në projektet e tij, tregon që ai nuk ka konkurrencë. E pikërisht kjo është edhe arsyeja pse atë nuk e kemi parë asnjëherë në ndonjë festival. Unë festival nuk kam qenë asnjëherë. Pse? Në asnjë festival. Dhe është praktik shumë e rrallë kjo, sepse në përgjithësi të gjithë këngëtarët i synojnë festivalet. Se ti e mendon ndryshe? Unë e mendoj ndryshe për shkak se mu nuk më duhet asgjë festivali, nuk më pëlqen. Do të sidomos muzika nuk ka të bëjë asgjë me festival. Hip-hopi kur nuk ka pas të bëjmë. Bëhen hip-hop festivale në botë, patojnë hip-hop festivale që nuk janë si lloje garës që bëhen këtu, ose edhe kanë një tematike tjetër, edhe janë vetëm hip-hop. Përndryshe, unë nuk do e kisha vënë vetën garë me asnjë, përderisa nuk e besoj që dikush mund me vlerësu muzikën tam, përderisa nuk ka edhe ata që kanë qenë pak ma të vjetër se unë këtë muzikë, më nuk e vojnë këtë muzikë edhe nuk merren me festivale. Nuk e di kush kish mujt me vlerësu në mes meje dhe në mes të këngëtarit që ndoshta sot i ka 15 vjet, unë i ka 15 vjet karrierë, edhe me bëhen një garë me të, nuk më ka dokë shumë arsyeshme. Nuk kom fakt që jam i gjallë prej natyrës, e jam i vetmi veç me një ngjyrë të ftyrës. Në nombrellën e Baba Records, reperi përpos me Adelina Ismailien dhe Qiljetën, solli duete edhe me femra të tjera të estradës. Për mu nuk ka fleta, as gazeta. Mbahen mend edhe sot dueti me Nora Strepin, Genta Ismailien, Soni Malaj, e sidomos me Elvana Gjatën. Geti ka qenë një farqel si suksesit për shumë këngëtarë të tregut muzikor vendor. Kujtojmë bashkëpunimet me Nora Strepin, bashkëpunimin me Genta Ismailin, bashkëpunimin me Tunën dhe bashkëpunimin me Elvana Gjatën. Me gjitha këto këngëtare, ai ka bë bashkëpunime të cilat janë vënë në krye të listës këngëve më të ndjekura. Bile kushdo që ka desht me vezën këtë treg, më duket që i është ofruar Getit, labelit të T-Baba Stars, jëmbo se jo pjesë e grupit tyre nuk ka pasur rëndësi, e rëndësishme është që kanë bashkëpunuar me ta dhe kanë gjetë suksese në një farë forme. Shpesh i kanë lidh këngëtarët që kanë bashkëpunuar me Getin, i kanë lidh në forma të ndryshme, jo vetëm si bashkëpunëtore, po edhe si dashura e tij, ka pasur të vërteta dhe jo të pavërteta, bile edhe sot ka pikpyetje dhe edhe sot lidhjet e tij krijojnë lajm, edhe ato dikurshmet me kolegët e tij. Të dy ngriti shumë pikpyetjen atë kohë në shtyp, e vazhdon të jetë aktuale. E kjo për faktin e një raporti të dashurisë mes Elvanës dhe Getit. U përhap në të gjitha troje shqiptare se këngëtarja Gjata dhe reperi Tingulli të Trend po shijoni një romancë. Mirë po pas shumë viteve, dyshja dole me deklarat duke e mohuar. Por këtë histori që po rrofehet tani, nuk e mban mend njësoj gazetari kosovarës ku Geti e Elvana ishin pozuar së bashku. E mbajnë mend shumë mirë kohën kur ata kanë qenë në kopertinën e Kosovarës. Geti dhe Elvana atëherë ishin aktual me këngën e tyre që e aktualizoi shumë Elvanën, sidomos në tregun kosovar. Ata erdhën, u fotografun dhe pranuan lidhjen publikisht, me thonë drejtën. Ishte një pranim, një aprovim i asaj që flitej në qarqe të ngushta, se atëherë media, sidomos linja e showbizit nuk ka qenë kaq avancuar. Tash a e kanë përdorur ata sa për të nxit kurreshtje, sa për të drejtuar sytkavetja, apo kanë qenë vërtet në lidhje, këtë s'mund ta them me siguri. Po që e kanë pranuar dhe që kanë dalë në kopertinë si çift, kjo është mos e sigurt.
100% shqipe me dy krenë. Në jetën private, reperi shpesh herë e ka gjetur veten në shtypin roz për lidhje me emra të njohur të estradës. Përpos Elvanës janë dy emra të tjerë që Geti ka zyrtarizuar marrëdhënie. Shumë pazari, harem koncept zemër, harem në shtëpi. Për disa vite, Geto Arselimi ishte i fejuar me Florenta Islamin. Qifti lakmuaj nga të gjithë, e po ashtu ishin dy personazhe mjaft të dashur për shtype. Në çdo event publik, ishin të fejuarit bashkë, por edhe këtij raporti i erdhi fundi. Pas ndarjes nga e fejuara, emri Geto Gjizit u përmend shumë shpesh për romanca të shkurtra, derisa bombardoi lajmi për lidhjen e tij aktuale. Që në ditët e para u kuptua që Geto Arselimi po flirtonte me prezantuesen Marina Vjolca. Komentet e shumta në Instagram dhe postimet që të drejtonin nga bjondja bën që thashë themet të rriteshin. Ishte prive ajo që nuk hati këto lojra me qiftit, por deri vonë nuk erdhin ndonjë konfirmim. Gjithçka u konfirmua kur kamera e prives kapi mat në kryeqytet qiftin Selimi Vjolca. Pas videos më nuk mundej asgjë të fshihej dhe lidhja e tyre u bë zyrtare. Lidhja e fundit me Marinën ka pas bujë mediatike, po jo aq vëmendje të vetë popullit, sa ka pas vëmendje të medias. Unë nuk di që vetë populli ka pas një interesim të jashtëzakonshëm për detajet sa që ka pas media. Më duket një lidhje që më shumë është pompu prej medias. E jashtme, që nga fillimet e deri sot kuptohen ndryshime radikale në stilin e tij. Ndër vite shkruesa ai ka bën ndryshime në pamjen e jashtme dhe mirë që ka bërë, sepse në fundit e ka evolu pamjen e tij. Një mund ta them me sigurinë më të madhe që Geti gjithmonë ka prodhuar një farë stili. Geti ka qenë i guximshëm, Getin e kemi pa me shumë ngjyra, e kemi pa me modele nga më të ndryshme të flokëve. Ndoshta në fillimet e tij nuk ka qenë kjo që është sot, po sot është në top. Është në elementin e tij. Por jo vetëm garderoba e tij merr vëmendje. Në një fotografi para dhe pas kuptohet që Geto Arselimi ka intervenuar me operacione edhe në fizik. Është fol, është shkru për ndërhyrje kirurgjikale të ndryshme. Unë nuk di të them me saktësi se cilat janë ndërhyrjet, po di që njerëzit po flasin që Geto Arselimi ka ndru diçka në pamjen e tij. Nëse ka bo për të ndjenë mirë, shumë mirë, nëse ka bo për efekt televiziv, prap shumë mirë, në fundit është artist, një artist që dëshiron ta ketë tregun dhe ky treg dëshiron edhe njerëz të pashëm, ndoshta më të pashëm se çka qenë Geti në fillim. Me 2000 shtarë mas vetit, Nuk kanë munguar as skandalet në karrierën e Geto Gjizit. Pas përfundimit të kapitullit të Baba Records dhe krijimit të labelit të parë profesionist me emrin Baba Stars, përpos ngjitjes në maje u pasuan edhe disa mosmarrveshje. Skandali më i madh mbetet ajo me reperin e OTR Noizi. Në prill të vitit 2012, emri Geto Arselimit dhe labelit Baba Stars u bë pjesë e medias për një përleshje në aeroportin e Zyriut me Rigels Rajkun. E gjithë ngjarja mori vëmendje të madhe mediatike dhe u veshën histori nga më të ndryshmet. Ky skandal mori jetë nga këngët që Noizi ju adresonte Baba Stars para përleshjes, e duke mos dashur t'i jepnin vëmendje liderit të OTR. Përmes këngës, Geti me shok zgjodhën grushtat. Rëndësia e kësaj ngjarje kuptohet edhe sot, pasi që atkoh Baba Stars humbi Ledri Vulën, i cili vendosi të distancohet nga muzika. Nuk do t'ishte një humbje e lehtë, pasi që ishte pikërisht Ledri, disa shala, agon amiga e Geti që do të investonin shumë për këtë label profesional. Nuk humbi vetëm njërin nga themeluesit e Baba Stars, por edhe shoku i ngushtë i Getit. Dysha që shiheshin gjithmonë bashkë, jo vetëm në klipe, por edhe në ambiente shoqërore, sot nuk gëzojnë as edhe një përshëndetje. Në këtë kontekst, Baba Stars tashmë kanë krijuar një rreth tërësisht tjetër dhe nuk shihen shumë për të mos thënë asnjëherë me kolegë të tyre të zhanrit rap. Përtej kësaj, Geto Arselimi u bë lajm edhe për disa raje të tjera. Një ndër to ishte prezenca e tij në konfrontimin e Ledrit me ish të dashurin e Dalfina Zeqiret, e një tjetër ishte gjatë një koncerti, por këto lajme nuk morën konfirmim nga Geti.
fakt, unë jam mësu me këto shane prej shumë ku ma përpara, gjithmonë njerëz mundon me përfitu prej sukseseve tjetrit, çfarë do që është ajo në raste ndryshme. Në këtë rast u konë një koncert në Kilan, një koncert shumë i mirë, me jashtëzakonisht shumë njerëz. Njëna pi koncerteve që më të mira në Kilan që marrën men edhe kemi kalu shumë mirë. Po gjithmonë njerëz dojnë me ashit një anë të keqe, me dash me balansu ato të mirën me të keqen, po si do që tjetë, unë jam i mësu majën edhe njerëz të mësu me këto sanet që këto e sanet kota, këto e sanet që zgjasin një ditë deri sa dikush të folje për hapën e asi, po prapë se prapë mu vjen mirë që njerëz të merren me mu si do që tjetë. Maj madhin vend tu po qiron qytet, apëm hen, as pëm hen. Pavarësisht të gjitha këtyre ngjarjeve, ajo që nuk mund të mohohet është efekti që Ghetto Arselimi ka pasur dhe ka në industrinë e muzikës shqiptare. E shoh si një person shumë të kompletuar në muzikë, fillimisht për talentin që ai posedon, është një person që ka talent, është një person që është ekspert në gjetjen, piketimin e trendeve, është diskutuar disa herë që ai ka qenë i frymëzuar se nga kush dihet, po unë nuk mendoj që Geti ka qenë aq i frymëzuar nga një ikonë e caktuar sa që janë produktet e reja të skenës. Produktet e reja janë të frymëzuar masivisht nga Geti. Në një përmbledhje prej 2 dekadat në skenë që nga vitin 96 deri në 2016 ka realizuar qindra këngë e 6 albume. Prishtina Fucking City, albumi i dytë, i Trend, Babës, Pika për vesh, Më i madhin vend. Ndërka sa i përket këngëve, çdo projekti tim bëhet me si Kishe unë bukuroshe, i Trend, Bal 3D, Unë jam bal, tridimensional, vidi shumë zane punoj si internacional dash. Drog për vesh, Unë jam qaj që gjithmonë unë jam fit, unë jam i pari çdo ditë, se e bëj mati kick shit. E din se të lodhësh të dy, jeton, po bon normal që po bon, shumë mirë po shkon si vodka me limon, si çdo sa. Dredhe, Shumë me dridh, zemër shumë me dridh. Sonte, Kallëson në mustanin, bërë kërgon, kallëson do se baba po feston, kallëson do se Vesa me Ermal Fezulahun, që besa ka shpresa, që pa do të vërtesa për me arte banesa, vesa që jo vesa, që besa ka shpresa. muzika jon me Nora e Strepin, Krejt e din me Genta Ismailin, Ty je hala, bugje ty je din nana. E që ke bo, krejtu pa, këtë krejt e din. Më merr me Soni Malaj, Aiden Se me Skills, Aiden se jam shtrajt zemë, Aiden se më në bon zemë, Baby me Flori Mumajesin, Baby, unë di që ti më mdon, Baby, unë di ti që don. MMV me Tunën, Jam lakuriq që natës, lakuriq jam natën. po të qo për mas, S'munësh me mik edhe pik, sot u shjepi gas. Po të qo për mas, po të qo për mas. Siena Mo, Ti ki shek me po të vujt, po pa mu s'kemi mujt. E kam pator, që ato ma nuk jene në. e këtë vit po merr vëmendje edhe me Ajo. Unë nuk e di, asa min që se ka. 20 vite në skenën e hip-hopit shqiptar, e vazhdon të jetë aktiv, për pavarësisht miqve dhe armiqve në skenë, për te hyrjeve të reja në industri. Ajo që nuk mund të mohohet asnjëherë, është se emri Ghetto Arselimi është stampuar një herë e mirë në historinë e muzikës, sidomos rapit shqip. Qashtu qysho meren maj madhin ven për këtë sen. Gjizi bje zemër po du me t'bon pjes. Ghetto Gold, Ghetto Gjizi, apo thjesht Geti, roli ti në muzikë ka qenë dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm. Si me pos gangren, kjo nuk shkon me t'leme, kjo shkon me t'leme dashni.